Jemi rikthyer në studio, në gati për të shkuar në Myni, aty ku në fakt është kryefjale e kësaj periudhe, ky qytet në Gjermani, sepse ka nisur Oktoberfest. Por më shumë se kaq, në fundjavën e kaluar, të dielën e 21 shtatorit, një grup shqiptarësh parakaluan në paradën e madhe të Oktoberfest me kostume popullore shqiptare. Në fakt ishte shoqata Iliria në Myni që organizoi këtë parad me mbështetjen e Ministrisë Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Organizuan këtë parakalim prej 40 antarësh me kostume popullore. Pa diskutim që është një moment krenarie, për më tepër në një event si Oktoberfest që është në qendër të vëmendjes të gjithë botës dhe që vizitohet çdo vit nga mbi 7 milion turist. Ne jemi në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Mynihu me drejtuesen kryetaren e shoqatës Iliria në Myni, zonjën Laura Lajqi, e cila është e lindur dhe e rritur në Myni, por që i ka ruajtur aq mirë traditat e gjuhën e shumë më tepër të Shqipërisë, sa do ta kuptoni vetë nga kjo lidhje drejt për drejt. Laura, përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi që jemi ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Mynihu dhe së pari duke ju përgëzuar për të gjithë këtë paradë dhe jehonën që pati absolutisht pas parakalimit në Oktoberfest. Si kanë qenë këto ditë në Myni pas fillimit edhe të festivalit të famshëm të birrës? Si është Mynihu këto ditë? Ka fillu shumë mirë, atë ditë, domethënë ku kemi marrë pjesë në paradën e kostumeve tradicionale, ka qenë koha me diell, kemi pas shumë fat, kurse nga hëna deri me tani bie vazhdimisht shi. Kështu se kemi qenë shumë me fat atë ditë, se edhe koha dhe na ka mbajtë mirë. Okej, po aq bukur janë punuar kostumet popullore shqiptare sa as shiu nuk ju bën dot gjë, gjithsesi ka qenë në favorin tuaj koha dhe kjo është për të vlerësuar absolutisht. Si lindi ideja për të marrë pjesë në paradën tradicionale të Oktoberfestit? Shoqata kulturore Iliria e ka një background 25 vite këtu, domethënë veprojmë në Myni. Ne kemi konkurruar herën e parë në 2020, po për shkak të pandemisë 2 vjet nuk u majt kjo fest. Edhe është një këshill organizativ i cili i përgjell grupet për pjesëmarrje dhe ne në kuadër të vitit jubilar, domethënë 25 vitorit, prap kemi konkurruar dhe jemi pranuar. Okej. Këtu dua të cek, domethënë në kërkesën e ka bo shoqata jon. Mbas konfirmimit ne më njëherë kemi lajmëruar domethënë konsullata këtu të përgjithshme të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës, të cilat nga fillimi domethënë na kanë përkrah. Po ashtu dhe kanë marshuar me neve bashkë, të cilët ne i kemi ftuar. Tani, a mund na thuash se sa kohë ju është dashur për të bërë bashkë të gjithë këtë grup me në gjitha kostumet popullore që kanë parakaluar në paradë? Besoj ka qenë edhe një sfidë në një farë mënyrë për të bërë bashkë gjitha këto kostume. Po, në fakt, konkurrimi ka qenë deri me 15 janar. Ne konfirmim për pjesëmarrje kemi marrë ka mesi i shkurtit, kurse tamam për numrin e saktë me sa kemi drejt për me marrë pjesë ka qenë në fillim të kurrikut. Duke pas parasysh se këtu në fund kurrikut fillojnë domethënë pushimet verore, ka qenë me të vërtet për neve një sfidë, po ashtu edhe domethënë me kontaktet për me siguru edhe disa veshje tjera, po ja kemi dalë mirë. Okej, nga cilat treva kanë qenë pjesëmarrësit, por edhe kostumet që ishin zgjedhur për paradën? Ishte një përfaqësim gjithë përfshirës të Shqipërisë edhe Kosovës? Kostumet i kemi pas trevave të ndryshme, e kemi pas domethënë xhupletën, veshjen e rrugovës, veshjen e dugaxhinit, drenicës, veshjen e arbëreshe, veshjen e medvegjit dhe të hasit, po ashtu edhe një kostum të beratit e cilën konsullja e Shqipërisë e ka prezantuar. Okej, besoj xhubleta ka qenë kryefjalë. Çfarë vendi zuri në prezantimin e paradës xhubleta, duke marrë në konsiderat faktin që tashmë është e ruajtur nga UNESCO?
Po, këtu kjo aparat nuk ka atë karakterin do me thonë garus, po është do me thonë një aparat i cila i prezenton veshjet, muzikën, veneve të ndryshme. Do me thonë nuk u vlerësu me çmime, po pjesëmarrja u mërprit shumë, edhe siç dihet do me thonë edhe te gjermanët, dihet se Gjubleta është do me thonë e mbrojtur nga UNESCO edhe u mirëprit shumë. Jo vetëm Gjubleta, po do me thonë komplet paraqitja jonë, gjithve i ka pëlqyer se nuk kemi qenë vetëm me një veshje, se nuk e dia e keni përcjell ju, grupet gjermane ose të huajt zakonisht e kanë pas njëjtën veshë, do me thonë si femrat edhe ashtu mashkujt, kurse te na kanë qenë do me thonë krejt përzime, ajo ka qenë do me thonë synimi jonë, jo vetëm një veshje me prezentu, po sa ma shumë me qenë larmishëm. Besoj, kjo është një pasuri e jashtëzakonshme që ne mburremi dhe me të drejtë për hir të vërtetës, se kemi një larmishmëri kostumesh, ngjyrash të jashtëzakonshme në traditën tonë dhe sa mirë që gjithë kjo është shpalosur në këtë paradë të rëndësishme, duhet theksuar, sepse është festivali më i madh i birrës që organizohet në Bavari. A keni marrë nga afër atë ditë reagimet publikut gjerman apo të turistëve që ishin aty sa i përket kësaj parade dhe kostumeve tona? Po, ke marrë jo vetëm nga shikuesit, po edhe nga pjesëmarrësit, aty të cilët do me thonë ndoshta që tretën ose katërtën herë kanë marrë pjesë, edhe i ka pëlqyer shumë se neve na ka rënë derisa ka fillu parada, duhet sekt edhe këto duhet edhe herë mi falendëru të gjithë që kanë marrë pjesë, se ka qenë shumë vapë e madhe, na kem prit 2 orë e gjysmë, do me thonë derisa ka startu parada dhe ato me kostume, edhe plus kemi heq 7 kilometra, o konë normal o konë e monitshme, po ja kena dalë dhe mburrim me atë. Grupi norvegjez, me ata kemi këmbyr do me thonë shumë edhe na kanë tregu se për ta ka qenë çdo 2-3 vit marrin pjesë edhe për neve ka qenë hera e parë edhe ne nuk i kemi ditë si shkojnë aty për aty gjëra, po ma mërmene se herave tjera do me thonë kemi me qenë edhe ma të organizuar, megjithse e kemi bu një hap, ne kemi hi me këtë pjesëmarrje në histori, do me thonë, në një parat e cila është e njoftën botërisht, do me thonë se është ma e madhja, ka qenë për një vender dhe kënaqësi se kemi marrë pjesë. Tani, dua të di se më dole vetë këtu, do ripërsëritet pjesëmarrja edhe vitin e ardhshëm edhe vitet e tjera, do të duhet ndonjë kërkesë tjetër për të bërë sërish pjesë e paradës, apo jo? Po, kjo do me thonë çdo vjet mundet njeri me apliku, si që ceka me parë është një komision i cili atë ripërzgjidh grupet, varet tash, nuk dihet aty edhe nga komisioni çfarë kritere kanë, po ma mërmene se do të përpiqem me kqyr cilët grupe janë edhe këtu, për shembull në Myni aktiv, ose nëse është konkurimi do me thonë për një grup jashtë shtetit, i cili konkuron ato procedurat nuk e di, do me thonë si vlerëson ose përjashtohet dikush. Po, ne do të konkurojmë prapë dhe uroj dhe shpresoj se me mbështetjen e institucioneve të dy vendeve si të Republikës Shqipërisë dhe ashtu të Republikës Kosovës të prezantojmë edhe më shumë veshje edhe pse jo me qenë numri dhe më i madh. Ne do të përpiqemi domethënë për me bë kërkesën për një numër patjetër edhe pjesëmarrës më të madh. Laura, jam kurioze të di kostumet që kishin veshur pjesëmarrësit në këtë paradë, i kishin siguruar personalisht apo edhe me ndihmën e shoqatës janë siguruar llojshmëria e kostumeve? Disa veshje i posedon, do më thonë shoqata, veshjen e Medvegjes, do më thonë e kemi siguru nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, të cilët do më thonë njëherë na kanë dërgu, që kanë kuptu çfarë kemi ndërmend për me realizu. Veshjen e Hasit, po ashtu e kena siguru, do me thonë që është shumë e bukur. Ja, shumë e bukur dhe ajo shumë u prit të mirë.
edhe këto tjera në gjybletën si që ceka, na ka siguru konzulata e Shqipërisë këtu, po. Kurse për tjerat, na ka përkrah dhe konzulata e Kosovës. Okej, fantastike. Tani, çfarë rëndësie ka kjo pjesëmarrje në një ngjarje kaq të madhe kulturore europiane? Ndihmon në rritjen e imazhit të gjithë shqiptarëve edhe në një rang më të gjerë botror? Ma mërmena si po. Ne vetë nuk po besojmë çfarë jone ka morë kjo pjesëmarrja jonë. Normal se si cila shoqat i ka synimet e veta në çfarë drejtimi punon. Po për neve ka qenë një synim të cilin që shumë viteve kemi pasi pikë synimi për me kry edhe ja dalem. Kështu që mujmë lirisht me thonë se mujmë si shoqat më mburë me ketë që kemi arrit deri me tani. Fala angazhimit normal të gjithëve 25 vjeçar, punë vullnetare, të gjithë ata prej fillimit deri me tani që ka angazhohen, dua dhe ti falenderoj se me të vërtet bashkarisht mund njeri shumë gjëra të bukura me bu dhe absolutisht që po. Vjen mirë edhe për antar, se vlerësohet tash kjo, po sidomos edhe këta të gjithë se angazhohen në shoqat, shpërblehen pak me ketë mirënjohje dhe me ketë famë tash e cila na ka plu edhe nuk po dim si me përjetu. Dhe ne i përshëndesim nga i pari tek i fundit të gjithë antarët që janë angazhuar në këtë paradë. Çfarë roli ka diaspora shqiptare në ruajtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie që kemi, Laura? Ma mërmendja shumë, gjithmonë diaspora shqiptare e ka luajtur një rol shumë të madh. Si në kohën e luftës në Kosovë, si tash, diaspora shqiptare i mojnë të dy venat tona, si në aspektin ekonomik, ashtu me turizëm, me promovimin të kulturës tonë. Edhe mu ma mërmene se si cilë se individ edhe mundet ju edhe në qofse nuk je i aktiv me një shoqat, mundesh me bo diçka mirë për vendin tënë. Fal edhe profesionit tuaj dhe punës tuaj në Myni, që jeni përfaqësuese një zyre avokatie dhe përfaqësuese ligjore për fëmijë. A shihni ndonjë interes, flas këtu për brezat e rinj dhe për ata emigrantë shqiptar që jetojnë atje. A shihni një rritje të interesit për t'u lidhur me rrënjët tona nëpërmjet këtyre organizimeve ndoshta të tilla? Po. Këtu dua të cek se unë jam le rrit me një tjetër kohë. Këta 33 tash e kam pak ma vështirë, se ku të kishëm obligime me shkollë ose me studime, me punë, kanë qef mu aktivizu, po edhe jo shot fort me morë përgjithësi. Këtu kisha pas qef ta 33, ndoshta jo dhe ashtu që shkemi bo një gjenerata jo. Është sindrome këti brezi, Laura, është sindrome këti brezi për të shmangur përgjithësit. Ashtu, po ndoshta është edhe ky tash një mesazh, për 33-at, në qoftë se ti punon për diçka, edhe në qoftë se shpesh herë normal se ne çdo shtune angazhohemi, i bëjmë takimet, edhe për familjet tona është ne vetëm të dielën atëre kemi të lirë, kështu është edhe për neve si angazhohemi aty kogja një sfidë. Po, ndoshta është edhe ky një mesazh ose edhe e kuptojnë 33-at se herë do kush përblehet gjithçka, është diçka e bukur se ne takohemi, vallëzojmë, këndojmë shqip edhe tregojmë të hujve, kulturën tonë, a ka diçka ma bukur. Absolutisht. Tani, pas këtij suksesi, a ka projekte dhe aktivitete të tjera që po planifikoni si shoqat në të ardhmen e afërt? Ju vazhdimisht bëni aktivitete me shqiptar që jetojnë atje, por diçka konkrete në vazhdim? Tash jemi në prag të festës tonë të madhe, 25 vjetor në shoqatës, edhe jemi tash mbas këtij kapitulli tash me këtë parace
përfundum shumë mirë me sukses. Do të përqendrohemi tash në 25 vjetorin e shoqatës. Normal, ndoshta një pjesëmarrje si në Shqipëri ose në Kosovë në ndonjë festival. Ne kemi grupin e vallëtorëve dhe grupin e muzikës. Pse jo, nëse mujmë me realizu këto, do ishte shumë mirë edhe kënaqësi për neve, po duke bazuar gjithmonë edhe se ne si punë vullnetare përveç obligimeve tjera se i kemi, do me thonë mbajmë shoqatën. Okej, dhe ne do t'ju mbështesim gjithmonë në evente të tilla, të paktën nëse mundemi të shkojmë në veshin e këtyre të rinjve që sapo përmende, për cilët do të ishte një mesazh absolutisht në lidhje me ruajtjen e kulturës edhe të identitetit ton. Laura, edhe diçka të fundit për ta mbyllur, si është atmosfera në Myni përgjatë këtyre ditëve ku zhvillohet edhe festivali i birrës? A ka shumë shqiptarë që shkojnë në Oktoberfest? Po, po edhe ka shumë turista shqiptarë, si nga Shqipëria, si nga Kosova. U vretë dhe atë ditë, do me thonë, te kalimin e paradës, do me thonë se na kanë përshëndet edhe u befasu po në flamurin kombëtar shqiptar dhe të Kosovës, po përgjithësi Minheni është tash në situatë jashtëzakonshme. Deri me 5 tetor, do me thonë, ka qatë shumë turista gjithë botës, është e din, do me thonë, kush jeton këto e din se është jashtëzakonshme dhe gjëra nuk funksionon ashtu sikur kur nuk ka Oktoberfesti, po kjo është gjë normale, kur e din njerëz se sa numër i madh dhe sa interesues kanë, domethënë për krejt botës se vinë këtu dhe marrin pjesë. Laura, unë të falenderoj shumë për kohën edhe për gjithçka ndave me ne, sa i përket kësaj parade kaq të bukur edhe pati një jehon të jashtëzakonshme menjëherë pas parakalimit në zemër të Mynihut. Uroj që të organizoni edhe evente të tjera po kaq të bukura në vim dhe patjetër që do të mundemi të rilidhemi sërish e të dëgjohemi sërish. Faleminderit shumë. Radio Travel Premium Channel. Për në fund kisha pasur vetëm edhe diçka se harrova me cek. Kemi më shumë kritika për shkak të fustanellës pse se kemi siguru. Me thonë, po diçka do linim për vitin tjetër. Ashtu, po kjo do me thonë e kemi vrejt shumë në komente kështu. Uroj shpresoj se në këtë drejtim na përkrojnë, do me thonë, të dy qeverit të bile që to kostumin e do me fustanellën edhe diçka t'jugut, herave tjera t'i prezentojmë me dinjetet. Okej, dhe kam besimin e plot që vitin tjetër do jetë jo vetëm fustanella, po do jetë shumë herë më e pasuruar parada e shqiptarëve në Myni. Urojmë, shpresojmë se do të jetë ashtu. Shumë faleminderit për mundësinë dhe për interesin e juaj. Shumë faleminderit dhe ju Laura dhe shumë suksese. Faleminderit. Gjithë të mirat. Okej, ishim drejt për drejt nga Myniu në këtë lidhje të drejt për drejt me kryetare në shoqatës Iliria atje, që bëri bashkë mbi 40 shqiptar me kostume popullore nga të gjitha trevat e shqiptarisë dhe që ishte absolutisht një moment krenarie për gjithë shqiptarët që jetojnë e punojnë atje, por jo më pak edhe për ne. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.